Václav Havel është një ndër figurat më interesante të historisë politike dhe kulturore të Evropës së shekullit të 20. Dramaturg, eseist dhe disident i regjimit komunist në Çekoslovaki, Havel kaloi vite në survejim, ndëshkim dhe burgosje për shkak të shkrimeve dhe angazhimit të tij publik. Pas sërjenjës së komunizmit, ai do të bëhej presidenti i Çekoslovakisë dhe më pas i Republikës Çeke, duke mbetur një nga shembujt e rrallë të një intelektuali që kalon nga persekutimi në udhëheqje politike pa braktisur parimet morale. Në vitin 1978, në kulmin e represionit komunist, Havel shkroi një ndër eset e tij më të rëndësishme dhe më të fuqishme që do ta bënte atë të njohur edhe ndërkombëtarisht me titullin Fuqia e të pafuqishmëve. Natyrisht që ky tekst u shpërnda fillimisht fshehurazi, por shumë shpejt ai do të bëhej një nga analizat më të rëndësishme të sistemeve totalitare. Në këtë ese, Havel nuk merret me komunizmin si teori ideologjike, por me mënyrën se si ai funksionon në jetën e përditshme. Ai e përshkruan sistemin jo si një regjim që mbahet vetëm nga dhuna e shtetit, por si një rend që ushqehet nga bashkëpunimi i heshtur i qytetarëve me gënjeshtrën. Shembulli më i famshëm i eses është ai i një shitësi të thjeshtë i cili vendos në vitrinën e dyqanit parullën proletar të gjitha vendeve bashkohuni. Shitësi nuk beson në slogan, nuk ka ambicie politike dhe nuk synon të bindë askënd. Ai e vendos parullën thjesht sepse kështu duhet, për të mos rënë në sy dhe për të shmangur probleme me pushtetin. Sipas Havel, pikërisht ky veprim i vogël është thelbësor për mbijetesën e sistemit totalitar. Duke e vendosur parullën, shitësi bëhet në mënyrë indirekte dhe të pavetdijshme në ndihmëtar të madh të sistemit totalitar. Sepse sipas Havel është pikërisht kjo gjë që kërkon regjimi. Ai nuk kërkon besimtar të verbër, por kërkon pikërisht një ritual që të jetë sistematik në përsëritjen e tij. Eseja shpjegon dallimin mes jetesës në gënjeshtër dhe jetesës në të vërtetën, duke treguar se edhe refuzimi i një gjesti të vogël simbolik mund të kthehet në akt politik. Mospranimi i ritualit të rrem ekspozon brishtësinë dhe artificialitetin e sistemit. Sipas Havelit, regjimet autoritare kanë më shumë frikë nga e vërteta e thjeshtë se sa nga dhuna, sepse ajo u aminon legjitimitetin moral dhe u tregon njerëzve se bindja nuk është e detyrueshme. Edhe pse u shkrua për Çekoslovakinë e kohës, eseja Fuqia e të pafuqishmëve mbetet aktuale edhe në ditët e sotme. Ajo ofron një çelës mjaft të rëndësishëm se si pushtetet mund të mbijetojnë fal konformizmit, fal autocensurës dhe fal një normalizitetit të absurditetit. Kjo ndodh pikërisht edhe në shoqëritë që e konsiderojnë veten si demokratike, por edhe si perëndimore. Pra, rekomandimi im për këtë fundjavë për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, por jo vetëm, është eseja me titull Fuqia e të pafuqishmëve e disidentit dhe shkrimtarit Václav Havel, një ese e cila mesazhin e ka mjaft të qartë. Shoqëria do të jetojë në mënyrë demokratike, kur ato do të rreshtin së besuari dhe së jetuari në mënyrë të gënjeshtërt.